Selam aleikum të dashur shikues, po shpresoj që jeni të gjithë mirë në për shtëpitë tuaja, e keni pas një ditë mirë, keni kaluar mirë, edhe ju falenderoj që keni vendosur me nda kohën me qenë bashkë me neve në këtë emision të drejt për drejt ma shumë se laf. Për mua është kënaqësi si zakonisht që jam me juve edhe që kam pas mundësinë me trajtu një temë që mu personalisht po më shqetëson shumë, një problematik, një dukuri që dita ditës është në rritje. Do të flasim për divorcin, për ndarjen e bashkëshortëve, për prishjen e një martese. Ju e dini që emisioni është drejt për drejt, edhe mund të bëheni pjesë e emisionit duke telefonuar në 046-220022 edhe duke ndarë mendimet tuaja se pse në Kosovë po rritet numri i divorceve. Cilët janë ata faktorë që po ndikojnë që në Kosovë të shkatrohen kaq shumë martesa? Cili është mendimi juaj për këtë ndryshim të madh? Kur them ndryshim të madh, më besoni që e kam të bazuar këtë që po e them, sepse në dekadën e fundit numri i divorceve është rritur jashtëzakonisht shumë. Të ja bashkangjit këtu edhe faktin tjetër që ka dhe shumë landë të cilat presin për divorce, e që nuk janë realizuar ende. Do më thonë, nëse procedurat nështë kishin me qenë më të thjeshta, numri i divorceve kish me qenë edhe më i madh. Diçka që indirekt premton për rritje edhe më të madhe të divorceve në Kosovë. Të dashur shikues, kjo mundet më u duk një temë tabu. Diçka që po folet e përfolet, po bëhet muhabet në për shumë media, në për shumë emisione, po për temat të tilla, të cilat kanë ndikime direkte në shoqëri. Edhe jo veç ndikime thjeshta, po kanë ndikime shumë dimensionale, sepse në fakt nuk ndikohen vetëm dy individ që i kanë dhënë fund një martese. Po nëse ata individ kanë pas fëmijë në martesën e tyre, atëherë ndikimi shtrihet edhe më gjerë i prek fëmijët. E kur i prek fëmijët, domosdoshmërisht i prek edhe dy familje të tjera, jashtë kësaj familje për thamë. E prek familjen e gruas dhe familjen e burrit. Do më thonë, ka shumë individ të përfshirë në këtë proces, deri tek mësimdhënësit në përshkolla, të cilët përballen ndonjëherë me ndjeshmëri emocionale, ndonjëherë me revolt të nxënësve ose të fëmijëve të cilët po e përjetojnë divorcin e prindërve. Sepse dashtëm ose nuk dashtëm, ajo ndikon tek fëmijët edhe ata shfaqin sjellje të çrregullta ndoshta në shkollë. Një pjesë e tyre natyrisht me përjashtime. Prandaj është temë që duhet të trajtohet, është temë që duhet më u dhënë hapësirë dëgjuesve me pas se si e shohin ata këtë dukuri. Çka mendojnë ata për rritjen e numrit të divorceve? Shpesh herë na bjen me dëgju që shumica mendojnë, veç mase komentuesve në për rrjete sociale, në për media, kur flitet për një temë të tillë, e ka një lloj reagimi edhe një lloj fajsimi ndaj gjinisë femrore. Kjo ndodh nga komentuesit, do më thonë nga popullata, nga popullsia, nga njerëzit e zakonshëm, nga shoqëria civile. Po në studio, kur debatohet ose kur diskutohet, ma shumë ta lën përshtypjen, të paktën ky është mendimi jam si sociologe, ma shumë ta lën përshtypjen që faji hidhet mbi gjininë mashkullore, edhe femra duket si një lloj viktime në shumicën e rasteve. Por e vërteta është që për të ndodhur një divorc, duhet me qenë një numër i madh i faktorëve që kanë ndiku për me ardhur deri te prishja një martese. Sepse askush nuk hyn në martesë pa pas dashuri. Ose në shumicën e rasteve, martesa ndërtohet mbi lidhje të dashurisë, mbi lidhje emocionale. Pajtohen familjet mes vete dhe realizohet ajo martesë. Përderisa ndërtohet mbi dashurinë, ish dasht me mbjetu, jo me urrënu. Prandaj të bën me mendu që në situatat të tilla, në raste të tilla, ndikojnë një numër i madh i faktorëve të cilët e shtyjen një qeft për me i dhënë fund martesës. E cilët janë ata faktorë që po ndikojnë? Çdo kush e kemi në mendimin tonë. Të gjithë mendojmë ndryshe. Çdo kush e ka një version të caktuar
të mendimeve të tij, të qëndrimeve të tij ka një dukurie. Dikush mendon që gratë po revoltohen më shumë. Dikush tjetër mendon që është problemi te burrat, të cilët nuk po arsyejtojnë gratë dhe nuk janë të përgatitur për të përballur me gratë të zonja dhe me gratë që punojnë, që janë aktive jashtë shtëpisë. Po në fakt ka shumë faktorë që ndikojnë. Unë jam shumë kurioztare me ditë se çka po mendon ti i dashur shikues për këtë çështje. Pse në Kosovë po rritet numri i divorceve? Pse në Kosovë po shkatërrohen martesat? Kom bën një analizë të shkurt. Ja kum hedh një sy statistikave. Edhe veç me pa për një dekadë sa është rrit numri i divorceve. Para 10 vjetë, përkatësisht në vitin 2015, në muajin janar kanë qenë 57 divorce. Mas një dekade, në vitin 2025, në janar janë 124 divorce. Që bjen se është dyfishu për një dekadë. A pritën rritje të tilla të numrit të divorceve? A i bjen kjo që mas një dekade kemi mi pas për një muj afër 300 divorce? Edhe çka ndodh në një vend që brenda mujit shkatërrohen 300 familje? Çka ndodh me gjitha ta fëmijë që janë rezultat i këtyre martesave? A është shteti joni gatshëm të përkujdeset për ato nanat cilat divorcohen edhe mundohen me mbajt vetë familjen? A funksionon gjithmonë edhe a respektohet gjithmonë ligji për alimentacionin ose për mbështetjen ekonomike të grave nga burrat që divorcohen për fëmijët e tyre, apo jetë thjesht në letër? Unë njoh shumë njerëz, kom taku shumë gra, të cilat janë të divorcuara, burrat jetojnë jashtë shtetit edhe nuk mbajnë asnjë përgjegjësi për fëmijët e tyre. Ose ikin maksimalisht derisa të ndjekën nga ligji e nga shteti. Diçka që nuk i ka hije asnjë burri e aq më pak atyre që i thojnë vetës musliman edhe mendojnë që janë besimtar të përkushtuar. Sepse të gjithë njerëzit kemi përgjegjësi. Në rënd parë ndaj vetës tonë, në rënd dytë ndaj fëmijëve tonë. Pavarësisht a jeton me fëmijët e to apo divorcohesh, e ke përgjegjësinë ti mbash ata edhe të përkujdesesh për ta. Po ndonjëherë duket sikur burrat shqiptar ju ikin përgjegjësive, të paktën kështu është çështja në terren. Kështu shprehen ato gra të cilat janë të divorcuara. Po kështu shprehen edhe ato gra që janë në proces të divorceve. I kom kontaktu disa para se me mbajt këtë emision, për me i pas disa shembuj praktik. Një grua arsimuar, edukuar, që ka një pozitë të mirë në sektorin publik, punon, ka kohë që ka bërë kërkesë për shkurorzim dhe procesi zvarritet. Jeton veç me fëmijët, nuk merr asnjë mbështetje për i bashkëshortit. E pagun kredinë e banesës, të cilën e kanë blej bashkarisht, gati 2 vjet nuk jetojnë bashkë. Ndoshta procesi zgjatet 2 vjet të tjera, dhe në fund kur të ndahet pasuria, ndahet për gjysmë. A është kjo drejtësi e ligjeve në Kosovë? A ka këtu ndonjë hapësirë që të bën me kuptu që ka mangësi në ligjet edhe në drejtësinë tonë? Unë për vete nuk kam arrit me kuptu. Qysh ka mundësi një nanë vetë ushqyse, sepse ka bërë padi për divorc, po nuk pja japin divorcin ende, me pagu kredinë e banesës, edhe në anën tjetër kur të vjen fundi, me enda atë pasuri, e i mban fëmijët dhe me nxi arrin me ja dal me shpenzime. Do të thonë, kjo të bën me kuptu që shoqërinë tonë, edhe nëse ngulfatesh, prapë është vështirë me ardhur te divorci. Edhe përkundër këtyre vështirësive, prapë
i kemi në muajin qershor të vitit 2024 118 martesa të shkatruara. Do më thonë 118 divorce. Unë po pres ti që jetu dëgju me thirrë dhe më na tregu çka po mendon që po ndikon në rritjen e numrit të divorceve. Unë personalisht jam pak konservatore. Ata që më njohin e din që si sociologe mendoj që duhet me e dhënë maksimumin për ta ruajtur familjen. Veç mas kur në atë familje ka fëmijë. Edhe ndonjëherë mendoj që çifti nuk po bën mjaftueshëm për ta ruajtur martesën. Nuk po e sheh si një begati familjen. Edhe më duket sikur ka nevojë pak për ma shumë pozitivitet në mes të bashkëshortëve. Ka nevojë ma shumë me arsyetu mendimin e njëri tjetrit. Ka nevojë mos me qenë shumë të frustruar. Më kujtohet shpeshherë një thënie e plakave, më pëlqejnë shumë thëniet e pleqve, i kom dash gjithmonë edhe vazhdoj me i dashur edhe me i çmu, sepse me të vërtetë janë një thesar. Kur kanë thonë, për disa gjana do të me bë apo e spash, a njeve s'njeva. Kjo doket një diçka që nuk qenë shumë pesh, po më besoni që ka shumë rëndësi. Njeriu në situata të caktuara duhet ndonjëherë t'i mbyll syt, qoftë burri, qoftë gruaja. Po dhe në raste të caktuara është mirë edhe mos me i dëgju dhe gjana. Nuk është patjetër me dëgju gjithçka. Njeriu përderisa është qenie njerëzore, nuk ka mundësi të jetë i përkryer, sepse ka mangësi. Ne e dim që edhe në aspektin fetar njerëzit janë gabimtar. Zoti na përshkruan si gabimtar. Edhe përderisa jemi gabimtar, kjo do të thotë që edhe në raport me bashkëshortin ose bashkëshortën mund të gabojmë. E kemi një telefonues e presim të shohim çka mendon, pse po rritet numri i divorceve. Allo, përshëndetje. Selam aleikum motër. Aleikum selam wa rahmatullah. Përshëndetje nga diaspora. Aleikum selam, mirë se erdhët. Përshëndetje për ty edhe për krejt shikuesit në diasporë. Faleminderit. Qysh pe kaloni në diasporë? Apo mërzitni edhe ju? Në diasporë motra me si në diasporë, malli për Kosovën, malli për Adrian, malli për pragun e shtëpisë, ato ku kam lind, ato ku kam kryer shkollën fillore, ku kam luajtur fëmijë, e kështu me radhë. Elhamdulillah tash janë lehtësu rrugët e udhëtimit edhe po na vini shpesh, kështu që nuk është ai malli nashti shumë i madh që ka qenë dikur. Jo, ka kalu vesh normal që malli për prente, nesër është plakën që kam plaka me gjallë, nesër është e fort, e kështu që normal që në me bësh kësë me të vim. Inshallah. Çka mendon për temën që jam të trajtu? Qysh e patët emrin? Bashkime. Bashkimi, po. Bashkim, çka mendon pse në Kosovë kaq shumë kemi divorce? Pse kaq shumë po ndahen çiftet? Këtë është puna problemi, ndoshta pak është krejt të xhelozia, se qëre për shembull ai ka dikush që në varet asaj ka ekonominë e mire, krejt gjendjen e mire, ndoshta i plen shoqës ma shumë se sa duhet. Po kur të shë shoqën, e ti thot burrit vetë, qëre bre shoqja jam me qa kish ble burrit vetë të sene, pse të vetë burrit dhe ti mu s'po m'plejnë e sene. Edhe këto mujt lidhen një fare, mos ke shkuptimi në mjet burrit edhe grus. Po mendon tash, që shpe kuptojnë, po mendon që gratë janë xheloze, revoltohen, kërkojnë ma shumë edhe nisin të lashet, a? Po nuk janë tre shumica, po ndashta një pakis mundet me konë. Por me ndin temin, po tash ndashta mundet me konë edhe diçka tjera, për shembull, ose vjera, ose muj, shumë lidhen probleme dhe të largimi për ndarja dy çifte që janë. Apo mendon që ende ka ndikim
vjera, familja e burrit në divorc drejt për drejt, ha? Po ndo, qëre, nuk jam saktë 100%, po... Jo, tëre, bashkim, na pindojna mendimet e tona. Varet tash pe i, qysh me thonë, pe dashtis që ka vjera ndaj nusës, ose vjerën ndaj rejes, e kështu me rrallë. Do haki mojnë gjithën nga Skopja, nga Fukarallakë, shumë qkafi mundet më lidh dhe të ndarja, ose për shembull ja gjon telefonin që i ka shkru tjetër dashnore burrit sojna, qëre halë dormin që ka sahati, që ka dit për shembull dhe në i fare se misi, mund më ndohë edhe në i kesh kuptim të shka, ose e ka po shoqen vetë me tjetër dashnore, ose në i telefonat, ose në i diçka mesazh, ose ato gjithë shka po ndohë deri të largimi, që me thonë, e ndarjes dy qiftet. Kjo e fundit më bani përshtypje mas shumë ti. Edhe është diçka që edhe vetë e kom analizu dhe kom mendu edhe në kuadër të fakultetit e kom pas një hulumtim. Qysh ndikon rrjeti i Facebookut në raportet bashkëshortore. Edhe... Mon me ndodhë më të reja me fazit të fjallë, më sa të armiko, mon me ndodhë se dhe në përmes Facebookut, për shembull që i qkrunë, edhe i kur të me telefonin, ashtë taj që ngera telefonin, burri vetë është jashtë po vakia, është në zonë, esha një mesazh që ja ka që gruja për shembull, tjetër dashnore ka që burrit sona në telefon, ki shpejt, po e që të, ku na ky numër, ku na ky mesazh, ku është ky person, edhe këtu mund ndodhë shumë raste, po tash nuk jam mund për lidhës mendimet e mija s'ka mund ndodhen, për shembull. Unë e vlerësoj shumë që të mendimin tanë, se në fakt është njëri për faktorëve që kove të fundit, veç mas po ndikon ti për shumë. Nëse shohim aspektin ekonomik që e përmende ti, nështë është shumë ma pak. Se në 2015-ën... Munën me ndodhë që edhe TikToku, mu të reme. Edhe TikToku. Që të rjetët sociale, krejt bashk, një kalëp. Po, krejt bashk, po. Ti e dashme nëse po mjen kesh, ky shqiptari që jenë Gjermani, që ja dajtën dashnore në Gjerman, veç që hine për TikTok e sene, e dajtën për ati shqiptare. A mund ndodhen më të rame gjithë shkafe mund ndodhë ditë ndarja e dy qiteve. Bashkim, a javë kishe dhonë një porosi burrave, po edhe grave që mu konë matë kujdeshëm që të pikë? Ma mirë është ma heret, se sa kur të bëhet volë, për shembull të lindin 2 fëmijë ose 3, ose jetë dashnorja për gruaja me bark, 7 zonë për shembull, e ka fëmijën mush ose 2 mush ose sane, vjen një farë gabimi ma për shembull ndaj burrit, që për shembull një farë mesazhi ja ka çuti kush tjetër, edhe shekja ato në sekund për shembull lunë probleme. Inshallah zotin Arun, cila kishme qenë porosia jote për krejt ata që janë të na dëgju që me pas kujdes në gjithë aspekt? Ma mirë është ma herët, se so kur t'jen puna të darja, atër është edhe ma ketë se duhet me takue pasonia gjysë për shembull grus, varet tash sa pasoni ka burri për shembull të baba, ose të vllaznia, ose që jam në vllazni bashkës, ose mund ndodhen që shka, po apet ma mirë është ma mirë me që mirë, mos ma ditë ndamja, se kur jetë ditë ndamja, atëherë pat puna që po ndodhen, jo vrase që ndodhen që ka Gjermania, ku presën që 2 herë që i mytin burat gratë, ta t'june që është... Bashkimun e të falenderoj shumë. Zotit rujse të ndëroft. Faleminderit, aleikum selam rahmetullah. Me sa duket e kemi edhe një dëgjuese tjetër që po pret në linjë, e presim. Selam aleikum. Po telefonon qendresat e shohim çka ka më na thonë qendresa dhe cili është mendimi i saj. Bashkimi i përmendi disa çështje shumë rëndësi. E përmendi edhe ndikimin e familjes që munden me pas në divorc. Po ne e presim dëgjuesën e mandej vazhdojmë. Selam aleikum.
Assalamu alaikum. Aleikum selam, mirë se erdhët. Qëndresa ju përshëndet. Faleminderit që ndresa dhe ne të përshëndesim. Ju përzej për emisionin në vërtet një temë shumë aktuale dhe shumë e qelluar. Faleminderit shumë. Atëherë, me të vërtet, Prej nga po telefonon kohë që fundit- ndresa? apo dëgjoj? Po dëgjoj shumë mirë, veç të pyeta prej nga po telefonon? Po, telefonoj për Drenasi. Vendose. Urdhna që ndresa. Çka po mendon për Atëherë, këtë temë që e kemi zgjedhë me trajtu sot? Divorcet me të vërtet ka shumë shkaktar. Mirë po, njëra ndër to është, mendoj që është mungesa e komunikimit e dy partnerëve. Masandej, martesat e nxituar edhe për interesa, kur njëri partner, domethënë, nuk i intereson personi që do ta kaloj jetën me të, mirë po intereson me tepër ana materiale, kapitali i tij. Atëherë atë sa ka mundësi materiale kapital, domethënë martesa shkon ashtu me lule, mirë po kur mbaron pasuria, mbaron edhe dashuria, kështu që mendoj që kjo është njëri ndër shkaktarët kryesorë në ditët e sotme. Gjithashtu dhuna fizike, psikologjike, kjo nuk diskutohet. Masanej mungesa e përkushtimit nga të dyja palët. Domethënë, jo vetëm njëri partner t'jap martesë, mirë po duhet edhe tjetri. Apo dëgjohemi? Po dëgjoj shumë mirë dhe më dëgju me shumë vëmendje. Okej, gjithashtu është ndikimi i familjes që mendoj se çdo debat, çdo problem që kanë të dy partnerët çifti domethënë, është mirë ato brenda të diskutohen, të sqarohen, të komunikimi i hapur gjithmonë mirë, po mos me ndiku tjerë, mos me ndiku personi tretët e tjerë. Zakonisht familja e gjerë ndikon shumë. Gjithashtu mos përputhjet në vlera dhe besime. Gjithashtu edhe qëllimi i jetës tyre është mirë me pas ato pikat kryesore të përbashkëta. E të tjera. Qëndresa unë indirekt e kuptova që diku gabimi kryesor po bëhet para martesës. Domethënë tek përzgjedhja e partnerit. Edhe me të vërtetë është diçka që ndoshta po ndodh kohëve të fundit. Sepse trit kanë prioritete tjera edhe kur nuk e ki prioritet për përputhshmërinë e karakterit ndoshta, po ki aspektin material, ashtë ka plasaritje. Fiks. Domethënë, nuk është mirë faktikisht me ndodh me një pikë, ose pëlqimi, ose dashnia me njerë edhe me marr hapa të shpejt, mirë po është mirë me pa është shkollimi, për shembull, besimi, gjithashtu është shumë i rëndësishëm, me pas besimin e njëjtë. Ndoshta edhe klasat janë shumë të rëndësishme se kanjherë edhe kjo në fillim ndoshta është fillimi kalon mirë sepse janë të rinj, shkon një kohë mirë, po nëse nuk përputhen paktën me qenë për afërt atëherë besoj që ka gjithmonë ka mos mirë kuptim, kanjherë ndoshta s'ka kohë për kushtim sepse janë drejtime të kundërta. Gjithashtu është edhe mungesa e devotshmërisë, po flas në aspektin islam, është shumë e rëndësishme me qenë, domethënë. Të përkushtuar ndaj Zotit. Alo? Po dëgjoj Qëndresa, Se di pse po ndërprehet. Po, Ndoshta mungesa e devotshmërisë ndikon besoj shumë. natyrisht, sepse nëse praktikohet në formën e duhur islami, atëherë dim çfarë përgjegjësie ka burri ndaj gruas, po edhe gruaja ndaj burrit. Domethënë duhet jemi kënaqësi me Zotin pikë së pari, pastaj tjerat me radhë. Një besimtar i përkushtuar natyrisht që bashkëshortin ose bashkëshortën e sheh si mundësinë më të madhe për shpërblim. Edhe në momentin kur e shën qatë formë, atëherë ka mushtu edhe dashnia, ka mushtu edhe respekti, edhe ka mushtu edhe rahatia në shtëpi. Po fatkeqësisht edhe në komunitetin tonë, edhe në komunitetin musliman, islam, të muslimanëve, domethënë, po ka probleme të shumta në mes bashkëshortëve. Është diçka që po shqetëson. Edhe mungesa e leximit, është mungesa e vetësimit, sepse po flas domethënë kohët e sotme tash libri shumë pak preket me dorë. Ma shumë telefoni të video të shkurtë, kështu si scrollave të shpejt sa me i kalu, edhe kjo ndikon shumë sepse na duhet mas pikë së pari të vetësohemi për martesën, se martesa nuk është vetëm një ditë, nuk është vetëm një ceremoni, por martesa është një gjysma e fesë, është martesa, është një mision shumë i madh. Edhe mendoj se duhet me pas kërgja zemër edhe duhet me pas kërgja dije e durim për me kriju një familje.
Fiks, edhe ma shumë nështë për me rujt një familje. Qëndresa i përmende që videot e shkurta, apo mendon që kanë ndikim porosit shpeshher të disa feministeve, në thojza po thëmë, për lirinë e gruas, për pavarësinë e saj. Për këtë, do më thënë për adoleshentet, po flas ma tepër deri këtu moshat, ndikon shumë, sepse këta, do më thënë, kanë mungesë leximit, mungesë dijes, mungesë edhe normal që ndikohen, edhe ato sidomos që janë vazhdimisht emisione që vazhdimisht që mbajnë emisione, disa s'po du me i cek, ato janë shumë aktuale dhe shumë reklama shumë bajnë, normal që ndikojnë, besoj që po. Çka je me profesion Qëndresa? Unë jam mësimdhënëse. Mësimdhënëse. Sepse prej dhënjes mendimit e kuptova që punon diçka në arsim. Apo mendon që gratë kanë edhe një adoleshencë, ka mosha 40 vjeçare, 45, sepse unë si sociologe e vrej një lloj revolte s'po them të adoleshencës në qatë mosh, po m'duket që është një fazë që me të vërtet të bën me menu që një adoleshencë e dytë, po i ka plën njerëzit edhe nuk po din me menaxhu. Po, mendoj edhe unë njëjtë valla, me të drejtën. Po, zakonisht në shoqërinë tonë. Kjo bie që s'po ndikohen veç adoleshentët, po ndikohemi edhe na ndoshta prej atyre videove që po të imponohen me i dëgjuhe pas here. Po. Po ato videot, po, sigurisht paguhen edhe zakonisht janë shumë, dalin edhe me kërkuha njerë do që na duhen s'mujna me gjithë ato vazhdimisht dalin edhe me të vërtet, sidomos mosha e adoleshencës, zakonisht në adoleshencë edhe po fillojnë lidhjet, po fillojnë. Aty po e gjenë partnerin ndoshta s'është përgatitur ajo as për veti, se lemo për një martesë, edhe merre me mend kur e merr ajo një vendim shumë të rëndësishëm, pa e mendu. Çka mendon ti sa do zgjasë ajo lidhje e martesë? Do thonë martesë e shpejt, ndarje e shpejt, edhe nuk e din as përgjigjen pse çka ka ndodhur, si u martu. As pse janë lidh, as pse janë nda. Qëndresa, unë të falenderoj shumë për mendimet edhe për telefonatën, e po shpresoj që kemi mu taku prap në ndonjë emision tjetër. Faleminderit, edhe ju të shoj shumë suksese, edhe me të vërtetë janë emisionet e ju janë shumë qelluara. Faleminderit shumë Qëndresa. Fatin me kontaktu me ju, mirë po zakonisht i përcjell. Faleminderit shumë. Shumë suksese edhe e vlerësoj sepse janë shumë vetësuese, shumë të rëndësishme. Faleminderit shumë, e vlerësoj shumë edhe për mua shumë kënaqësi që po kam mundësi me komuniku me juve edhe me marrë mendimin e juve për dukuritë ndryshme shoqërore me të cilat po përballemi. E unë shpesh herë them me marrë mendimin edhe me u shpreh me kam tokë. Pa synu qiellin, po me qenë realista sepse po përballemi me diçka edhe me po cilë janë qata faktorë që dikush praktikisht dikush do të më ngritë zërin, sepse e kanë tepru. Shpesh herë po ambientohemi me aktualitet, po e shohim me sy edhe po pajtohemi në farë forme me hishtjen tonë. Fiks. Një thonjë thot nga e thëna në të bërë në mes që ndron një det i tërë. Unë dyshoj shumë që edhe ato feministe që shprehen qatë formë nuk mendojnë ose nuk jetojnë në parimet atilla. Faleminderit shumë Qëndresa, mirëmbëjtje. Çdo të mirë, suksese, selam. Faleminderit, aleikum selam wa rahmetullah. Ishte Qëndresa, ndajti shumë mendime dhe më pëlqej jashtëzakonisht shumë mënyra qysh e kornizoi çështjen e divorceve. Ne e presim edhe një telefonat tjetër. Edhe duket sikur kemi ardhur në fund të emisionit Ma Shumë Se Llaf. Është kënaqësi kur i dëgjon mendimet e njerëzve që definitivisht janë të sinqerta, sepse ndihen që flasin me sinqeritet, të bëjnë me kuptu. E të dashur shikues, nuk është diçka e lehtë me u rënu një martesë, po nuk është edhe diçka e lehtë me u fillu një martesë. I përmendi dëgjuesja martesat e pa mirë menduara, edhe tha që njëri prej faktorëve që dështojnë është që nuk mendojnë para se me u martu edhe nuk i kanë kriteret qartë të përcaktuara të martesës, ndërkohë ne e dim që çka na ka porositë edhe Muhamedi alayhis salam para se me hyrë në martesë. E presim telefonatën të shohim cili është mendimi i dëgjuesit ose dëgjuesës, çka po ndikon që kemi kaq shumë numër të po mendoj rritje të numrit të divorceve. Allo, mirë se erdhët.
Alo, mirëmbrëma, Mirëmbrëma. Ganimetja, nga Gjermania. Ganimete, mirë se erdhe në emisionin e Ganimetes. Selam aleikum, Aleikum selam. Barakat. Zotit rujt, Ganimete, faleminderit që ke nda kohën me na dëgju. Faleminderit shpiti e shumë. Çka po mendon Ganimete, pse po ndahen kaq shumë çiftet në Kosovë? Pse kaq shumë kemi martesa të shkatëruara? Mendimi jam është, martesa nuk ka hatër. Hatër nuk ka martesa. O ka një martesë shnosh, si duhet, mu bashku qiftat në mes vete, nuk duhet me pas, qysh me thonë, duhet me kanë dikush si flet mirë, edhe që nuk e gënjen njën i tjetrin, për mik, me marrë mikin si qika si djali më kanë misht mirë, edhe duhet me folë ma herët për mos më arë të ndamja, nëse janë dytë në vendast, si qika si djali. Si kuna një shpi, si e ka temelin e fort, kur të nesh me maru një shpi, është temeli fort i fort. Ja familja është fort e fort, s'mundet me prish dikush. Edhe martesën, nuk mundet me prish dikush, kur është martesë shnush. Duhet me nigu burri grun, gruja burrin duhet me nigu. Sa do shtarë tjetër kohë, po thojnë duhet me ecë me qysh po ecë koha. Jo, nuk është ashtu. Se kur po ndahet burri gruja, ku po jesin fëmija? Ku po jesin? Po prishet familja, po prishen dy antë, po vjen shkatrimi dy familje. Mu nuk më pëlqenjë këtu, asë më kam pëlqy, kur asë më pëlqenjë. Qarë në kohë burri, duhet me nejtë. Qarë në kohë gruja, duhet me majtë. Për që ta thash unë si martesa nuk ka hatër, duhet me kallëzu pa ja shtret dorën. Para se mu martu të më thënë. Haj, duhet me kallëzu të vërtetën për më konë dy familjet lundën. Si qika si gjodi. Po ata masi po martohen, po nisin të lashet tani. Shumicën e rasteve. E qka po menon që po ndikon që s'po rahatohen masi po martohen? Masi po martohen, tash është arë telefoni, që aty po prishen, që aty po hitisen. A ka që ndodhur telefoni, sa ma shumë si të falsh, me çdo kënd që të falsh, nuk është vetëm burre gruaja, me çdo kënd që të falsh, një fjalë e vogël shet prishesh. Prishesh. E përpara, a janë prish njerëzit për një fjala, nuk janë prish. Pse ka pas ma pak ndarje në kohën e juve? Edhe një dashta me ta thonë. Po? Për paran e ka lshu burri grun për se nuk i ka shku qysh duhet. E para është. Shka nën kupton E dyta, kjo si ka shku qysh dohet? Apo na i spjegon pak? Po duhet për para u konë, kur shkojsh te burri par, më shku normal qik. Po. Pa pas kontakt me asnjë djalë. Me rujt nderin e moralin, e kuptova. Me rujt nderin e moralit, se t'ka pyet burri kur t'ka marrat na. Ka vetë. E tani, e dyta vjen hajnia. Nxan burrin hajni, vjen te prishja. Nxan burri në telefon, ose të fol me dikan, i bën kontakte, vjen dikush rrin, ose zoti ta din që shkojnë këtu punë, ta lidhjen tjetër kon me ta prish jetën me këtë nafak, ishe ta maran jetën me tjetën, kur pasha zotës është ashtu. Ajo është jetë e gabume, unë për ju thomë si motra shqiptare, se kur na vllaznim shqiptar, dhe t'i kanë met, dhe t'kalojnë mirë me gra, edhe motra dhe t'kalojnë mirë me burra, se dili parë, dilin këshyrën e kur t'lijen. A maj mirë është dili kur lijen që tash notje, a që tash kur praran sa i ftoft është. Aja është martes e dështuan.
ka prarandili. Martesë e dështuar. Ganimete, Para zoja atë. Ganimete, i përmende dy arsye përpara pse janë çu gratë. Moralin edhe Morali dhe nderi. edhe tjetra edhe a e përmende vjedhjen që tha janë çu gratë përpara për Po unë e përmena me të nxon burri hajnin, gruaja që ka vjedh shtëpinë e vete. Po, e Burri ka qartë. punu gjithë ditën. Burri punon, burri nuk e di çka bën në shtëpi. E ti tash po shembull po bëj. Burri nuk e din çka bën një gruan të shtëpia, ai punon gjithë ditën. Gruaja që ta vjedh shtëpinë, aja nuk është gru. S'është. Edhe burri që e vjedh punon, edhe se ka xën rrogën e vërtet, gru sa i merr. Edhe për çka punon? A punon për grua, për fëmijë, për konë të menu. Dhe burri do të më konë korrekt, mi ka dzu grus, që ka që po fitoj, që tu du mi shti dikon me ndërtu shtëpi, me ble ket, me ble banes, me bo dert me gru. Edhe gruaja do të me burë, se ka gru si s'punon hiq. Ato s'ka që ka pyet burri për kur gjo. Po një gru që punon, dhe një burë që punon, do të me ditë ku pi shtin paret bashkë, ku pi hargjojnë bashkë. E që tu po vjen tani konflikti. Se njoni im shef, tjetëri i qetë, e tani konflikti është i gachëm, po i morin qafë edhe të minë. Që po kanë fëmijë, i morin qafë e po jekin keq, ku po jesin fëmija. Zoja Ganimete. Hajninja është, qëre, një gru, si ja kthesh, del burri shkën puna, shkën dika, ja kthe gruja, ja këqyr burrit syt, si te kthe shpinën burri, ja këqyr, si me bajt fjallë, si me vjellë, si me shti, si me rektu, të nashtojnë bashkë. Edhe gruaja do të më konë korekte, se edhe nashta gjithë që të ndamje nuk vinë. Po edhe një për të thamë, se dhe ka vjehri që ma ka qef me prish gjallin me nuse, që me anë këtë botën. Se i do këtë orë një qike huja, po ja sunan aja shpina, po ja merë gjata, po ja hanë gjatë. Edhe kjo është e vërtet e vjehria, se dhe vjehria po qilojnë shumë vena të këqi. Zoja Ganimete, cila kishme qenë porosia jote për fund se jena në minutat e fundit, edhe pse i ke prek disa çështje që me të vërtet ishin shumë interesant. Është porosia jame e vërtet, për gjithë kanë kushtenin, se më ka rrit nona jetime, nga ka rrit 6.000, baba më ka dit. E që ka jek nona me në rrit, porosia jame është që mi pas me trit edhe trejat mës më artë e ndamja. Mës më artë e vrasja, mës më artë e reja, mës më artë e shamja, mës më artë të konflikti, po në me gjithë një gjutë për bashkë si një shpi që ka temelin e fort që s'munët kush me prish, edhe që atë burët që atë gru mës më mujtë me prish dikush. E për vjerrit a kina i porosi, që tha që ndikojnë vjerrit në edhe për vjerri e kom një porosi, jo po shumë, po një du me thonë. Vjerria duhet e vladin e huj, kur te mesht e bësh shpi, duhet me bo si e vlad tonin. Respektin asaj familje, respektin asaj nusje duhet me japo. Veç më s'ko vetin san, aja o tjetër. Se si të shesh rinë që shkon për fije tua, të ngën, të respektan, shumë gjona jënë si këshyret nusja, si në fillim, si gjithë krejt jetën, duhet me dalu kush është e mira, kush është e ngushmja, kush punon, duhet me dalu edhe mikin, edhe djenë një paq, ata qeft jenë misht, edhe qikat jenë qeft, si vladë ju duhet me bo që kine huj. Ti për komandant aja nuk po vjen shpitone, po edhe nusja duhet me pas met, duhet me kalu mirë me vjerri, ka jere duhet me mu qërrua, mu shordua, kështë s'puni. Unë e thash pak më herët e thash thonjën e plakave, a po e s'pash, a njeve s'njeva. Unë të falenderoj shumë, për mu ke shumë knaqësi biseda me ty, edhe për shpresoj shumë që edhe dëgjuesit që na kanë përcjell janë knaqë të dëgju. Shumë faleminderit edhe që pëndon kohën me na shiku edhe që telefonove, e ndave mendimet e tua. Ani, unë ndava mendimet e mira, të mija, po du me thonë, jetë mira, po të mija tim ndava edhe tuat edhe të mira. Fjallët e mija,
këtë jetën dhe t'i bon, se nuk unë folë as me kundërshtu qiken as djalin, po me pas një familje të shnush, edhe mos më orë drejt e keqja, është qikja, është me qu mirë. Me qu mirë, mos më orë të keqja, se valloj të ndomjet, kur po hen njeri në të punë, valloj, ma mirë me dikë se me hinë që të punë. Është një udhë zërshme, po nashta najherë edhe Shumë. është zgjidhje. Faleminderit shumë e Zot ju rujt. Selam aleikum, mirëmbëjtje. Amin inshallah, natën e mirë. Selam aleikum, e inshallah shihem për të mirë. Aleikum natën e selam. mirë. Amin inshallah, natën e mirë. Të dashur shikues, ishte zonja Ganimete nga Gjermania, edhe përmendi për çka është lëshu dikur një gru, edhe çka po mendon tash për kohën e sotme, dhe me vërtet ato që i tha janë për të vlerësuar, edhe mund të jenë domethënë arsye kryesore ose prej faktorëve që ndikojnë në divorc, edhe dha jashtëzakonisht shumë porosi të mira për shikuesit. Edhe përkundër dëshirës për me vazhdu tutje dhe mi prit edhe telefonuesit e tjerë, neve na duhet me ndërprej, sepse koha na kaloj, edhe ju falenderoj të gjithve që e keni nda pjesë tjetës me qenë me neve, e inshallah takohemi prap të ejtën tjetër prej orës 20. Mirëmbëjtje, kalofshit mirë, faleminderit shumë.